Jam kthyer tash në studio përsëri dhe në pjesën e dytë kam të ftuar një mik të emisionit ADN. Ai është inxhinier i pyjeve, Abdullah Diku, është një ekspert edhe i PPNA-s apo jo, i organizatës për mbrojtjen, ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit natyror në Shqipëri. Mjedisit natyror në Shqipëri. Mirë se erdhe në ADN, i dashur Abdullah. Mua më ka tërhequr profili juaj në Facebook dhe postimet që ju bëni her pas here atje. Dhe do t'i lutesh regjisi ta fillojmë me një herë me pamjen 5, kullat. Ju keni postuar disa foto shumë të bukura të këtyre kullave të vjetra që ndodhen në zonën e Matit. Kam përshtypjen diku ande nga zona juaj apo jo, nga Guri Bardh, zona territori i Bashkisë Klos. I Bashkisë Klos. Dhe janë disa ndërtime vërtet shumë të bukura, jo vetëm karakteristike, po janë edhe të bukura kështu për t'u parë. Ju keni bërë, duke i postuar këto fotografi, keni treguar jo vetëm traditën e jetës në këto vise, sepse kjo tregon vërtet një traditë të ngritur të jetesës në këto vite, por keni hedhur idenë që këto mund të jenë një mundësi shumë e mirë edhe për zhvillimin e turizmit dhe për zhvillimin e turizmit, jo vetëm të turizmit, si të thuash kështu, kulturor, të turizmit të përgjithshëm, por dhe turizmit kulturor, sepse aty keni vënë re ju, ka dekoracione dhe punime në gur që janë unike. Si mund ta tregojmë më mirë këtë që unë sapo thash? Atëherë është pothuajse kullët e gurit kanë qenë ndërtim tradicional në një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë, veçanërisht aty ku ndërtime të tilla kanë qenë të mundura për shkak të pranisë afër të lëndës parë që ishte guri. Por sekreti në çdo rast i ndërtesave të tilla tipike, të cilat kanë jetuar për shekuj dhe ne i shohim këtë formë që është sot, sigurisht ka qenë material i lidhës që përdorej në atë kohë, që ka qenë gëlqeria e stazionuar. Do të them që ndërtimet të tilla kanë, si të thuash, kanë shfaqur gjithmonë edhe në vitet kur janë ndërtuar, po dhe më tej një farë statusi social. Pra ai person, ai familje që mund të kishte ndërtonte një kull tillë, do të thotë që ishte më e fuqishme ekonomikisht, por sigurisht kishte edhe lidhje të mira me administratën e kohës, sepse kishte një status social më të edhe atëherë privilegjuar. Sigurisht nuk mund të ndërtoje një kull më të madhe sa që kishte i pari zonës fjala bie, kështu që se dhe hierarkia në atë kohë mateshe edhe me banese, me çdo gjë. Patjetër. Dhe karakteristikat kryesore të tyre kulla së pari janë që në pjesën më të madhe të tyre janë ndërtuar mbi pozicione dominuese, mbi kodrina, mbi vendet ngritura të territorit, kjo për shkak për të patur. Ku ndodhen këto? Këto janë në fshatin Shulbatër në Klos. Është një kompleks kullash shumë afër njëra tjetrës, të cilat, si të thuash, jo vetëm që i kanë bërë një farë mënyrë. Shulbatër më duket kam përshtypjen që është një toponim latin, mos gaboj. Nuk e di me origjinën e emrit, po ka një fshat quhet Batër dhe një fshat quhet Shulbatër. Dhe së pari nën Batrën me fjalë Batër dhe Sulo. Nën Batrën, me siguri. Kështu që më kujtohet pak nga etimologjia që bënim në fakultet. Me siguri. Pra janë ndërtime të cilat si Shutreja, për shembull, Shutreja, Soterrano. Po, nën drejt. Se ja ka dhënë sh, pastaj në shqipe, po. Kështu që pra së pari janë ndërtuar mbi pozicione dominuese pak a shumë, edhe kuptohet që në atë kohë kush kishte një kull tillë do të thotë që kishte status social të ngritur, kishte pasuri më shumë, kështu që duke ndërtuar në pozicione të tilla, si thua, topografike, të kishte mundësi për të mbrojtur apo të survejuar sa më shumë territor, sepse siç janë bankët e kohës sonë, kështu kanë qenë dhe kullat e asaj kohe. Pra kishte florin, kishte pasuri të jashtëzakonshme brenda tyre dhe ishin të lakmura, si thua, nga keqbërësit e kohës. Së dyti, përgjithsisht janë 3 katshe. Pra 3 katshe ka dhe kulla 4 katshe, të bëra gjitha me mur dhe lidhja është me gëlqerë stazionuar jo më pak se 5 vjeçare. Dhe kjo ka garantuar qëndrueshmëri të madhe të mureve. Disa nga këto kulla që unë kam vizituar kanë një trashësi murin bazë rreth 1.2 metra të trash. 1.2 metra të trash? Sigurisht, që do të thot nga pikpamja e shëndetit termoizolues janë super. Pra nuk kishte me armët e asaj kohe nuk mund të pushtohej lehtë. Kishin dritare të vogla,
dritaret vogla për dy arsye. Së pari për të Ja, si këto këtu. Sigurisht. Edhe me gjysmëhark, po. Me gjysmëhark. Së pari për të patur termoizolim sa më të mirë, dhe së dyti për të qenë më mbrojtur. Po sepse logjikisht sa më e madhe të ishte dera apo dritaret, më e lehtë për të pushtuar. Në mënyrë që ti trajtojmë gjitha çështjet. Sot kanë filluar të mirëmbahen dhe të bëhen tërheqëse për turizmin? Për fatin e keq shumë pak prej tyre janë një potencial i jashtëzakonshëm. Gjithë vizitorët e huaj mrekullohen pas. Unë e di, unë e njoh atë zonë aty, edhe natyra është një mrekulli. Absolutisht, lugina e Matit është një luginë e mrekullueshme. Lugina e Matit, lugina e Shkumbinit, sigurisht dikush është tjetër. Janë vendet jashtëzakonshme, lugina e Vjosës. Lugina e Vjosës. Pra lugina e Drinit po ashtu. Lugina e Drinit janë. Pra e dyta është materialidhës, e treta janë dritaret e voglat që shpeshherë kanë shërbyer edhe si frëngjë. Ky sa i bukur. Hark i mrekullueshëm dhe po të shohësh ato zbukurimet. Dhe zbukurimet në gur, punimet në gur janë vepra. Janë vepra të mirëfillta arti dhe unë desh të lexoja se çfarë simbolizojnë dhe duket sikur janë transmetuar nga një brezë në brezin tjetër, pra nga një gjenerat në gjeneratën tjetër, por edhe kopjuar nga një vend në një vend tjetër. Për shembull, shumë nga këto zbukurime që ne mund të shohim sot mund të jenë marrë nga kulla më të vjetra se këto, gjatë rrënimit apo prishjes tyre dhe ndërtimit kullave më të reja, këto janë vendosur në këto shtëpi të reja. Çfarë duket nga këto kulla? Së pari përdorimi i asaj që quhet ylli me 6 cepa. Ylli Davidit. Ylli Davidit, i cili ka një simbolik shumë të fuqishme në mbar botën, përbëhet nga 2-3 këndshra, nga bashkimi 2-3 këndshra dhe simbolizon, si të thuash, fuqinë, ndërlidhjen ndërmjet universit dhe tokës, bashkëveprimin e të kundërtave, ekuilibrin e jashtëzakonshëm që ekziston, pra ka një domethënë jo vetëm estetike, por lidhje shumë fuqishme dhe shpirtërore. Dhe kjo të bën të mendosh që ndërtimi këtyre kullave ose banorët e kësaj jetonin në një atmosferë, në një ambient kulturor, absolutisht antik, si të thua, që i kishte përfshirë edhe këto, ku tendencat apo zhvillimet kulturore kishin ardhur deri këtu. Meqense kemi disa shumë argumente për trajtuar. Ja ku është këtu. Po, patjetër, këtu është një yll me 10 cepa. Këto është dielli në fakt, pra dielli është si të thosh një nga objektet më të adhuruar pagane pastaj dhe është transmetuar brez pas brezi. Ato simbolet e diellit i gjejmë në këto shpellat e vjetra të banuara dhe në rastin konkret është gdhendur me 10 si të thuash cepa në rast till. Ka dhe lule me 6 cepa që imitojnë yllin e Davidit, por edhe me 8 cepa që imitojnë diellin në një farë mënyre, dhe këto çuditërisht gjenden si në punimet e dorës me grep apo në këto endjet e qilimave si xhadeve, por të stampura gdhendura mjeshtrisht edhe në gur. Do të kalojmë tek pamja tjetër, do të hidhemi tash nga Mati, do shkojmë në Shkodër. Më ka bërë përshtypje dhe kemi kaluar tek ky lokal që heruan në mënyrë të përkryer traditën e Shkodrës, ku simboli biçikletës, pastaj ka simbole të tjera. Këta ka pasur dhe pusin venecian. Patjetër. Aty ka qenë një pus venecian që nuk është më që e kanë marrë për fat keq në 97-ën e kanë. Kjo është rasti më i mirë se si një vepër mesjetare arti, do ta quaj, një ndërtim i tillë është të kthyer në shërbim të turizmit. Është një ndër zonat më të frekuentuara nga vizitorët e huaj, është vështirë gjesh vend edhe në dimër, pra si në hotel ashtu dhe në restorant, dhe poseduesi i pronës e ka zgjidhur mjeshtrisht të gjë, jo vetëm duke, si thua, duke ruajtur atë arkitekturën tradicionale që ka qenë, emrin që i ka vendos, si thua, biznesit Tradita, por ka grumbulluar me kujdes dhe me vëmendje të madhe objekte tradicionale të përdorura gjatë shekujve. Që shënjojnë pak a shumë edhe identitetin e Shkodrës. Bicikleta është simboli i Shkodrës. Bile atëre bicikleta me dy vende ka dalë në Shkodër si fillim. Edhe është ndërtuar atje. Po, patjetër. Edhe rrota e Qerrës për shembull, sepse duke qenë një zonë e shtruar, duke qenë, si thua, kryeqendër e zonës veriur, Shkodra ka qenë pikë lidhëse nga deti deri në zemër të Ballkanit. Për shembull, për shkosh në Beograd, ne kemi këtë rrugë e Shkodrës. Pra rrugë që niste nga Beogradi përfundon në Shkodër, shumë radh. Kështu që mjeshtërisht janë gjendur dhe vendosur në këtë objekt. Mirë po, i dashur miku im Abdullah, pastaj vjen pamja 7 që ju keni vënë re. Domethënë, është kjo natyrë e bukur, ja vjen dhe kjo pastaj. Atëherë, kjo është për treguar atë që ne po i bëjmë tokës. Për fatin e keq, pavarësisht se kemi një farë shpopullimi nga zonat rurale, ne vazhdojmë ta keqpërdorim tokën, të mos kujdesemi për të.
do të them që për të krijuar 1 cm trashësi toke natyrës i duhet 300 deri në 500 vjet. Ndërkohë që 1 cm trashësi toke ne tashmë po na merr shiu në 1 vit. Do të thotë që duke keq përdorur tokën. Apo këtë fotografi e kësaj peme. Kështu që jemi vendi me erozionin më të lartë në Europë për shkak se e keq përdorim tokën dhe nuk e menaxhojmë në mënyrë qëndrueshme dhe vendi me erozionin më të lartë 10 herë më të lartë se mesatare e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shkak të prerjes pyje, degjes pyje, mbi kullotjes, mbi përdorimit, keq menaxhimit, pra janë një varg i madh faktorësh të cilët na kanë sjellë në një situatë e cila na ka bërë të tillë që të jemi jo vetëm vendi me erozionin më të lartë, por kemi një nivel shumë të madh degradimit të tokës, pra uljes së cilësisë tokës për të përballuar, si thua, ripopullimin e saj me bimësi natyrore. Nuk e di se ç'duhet të bëjmë, se me thënë të drejtën nuk shikoj edhe një politikë të qartë, më kuptonte që do ta frenonte këtë krim që po i bëjmë natyrës. Ndërkaq që unë doja të kalonim tek një pamje tjetër, tek pamja 8. Dhe këtu te pamja 8 unë kam marrë nga ju, përveç kësaj konference që ne do të flasim, ku ju keni marrë pjesë në një konferencë në... Po, një kongres i 5 mesatar për bimët në Qipro. Në Qipro, do të flasim pak më vonë, sepse tashi këtu do të dalin edhe disa grafik që ju keni vënë, keni hedhur aty për këto grafikët këtu për mbjelljet. Çfarë po ndodh në vendin tonë? Çfarë keni bërë? Për fatin e keq, nëse ne duam zhvillojmë turizmin si vend, që është sigurisht gjë e mirë, nuk mund ta zhvillojmë turizmin duke importuar produkte bujqësore, për sa kohë që ne kemi potencialin në vend për të përballuar kërkesat dhe nevojat e turistëve. Vëmë re që sipërfaqja e tokës bujqësore që kultivohet nuk njeh ndonjë progres, domethënë, madje është po të njëjtat nivele që ka qenë para 20 vjetësh dhe kjo nuk është shenjë e mirë. Shpopullimi i zonave malore na ka bërë që duke ikur njerëzit nga fshatri, nga toka, do të thotë që ne po i ushqejmë turistët kryesisht me mallra importi, që janë kryesisht produkte industriale apo prodhime industriale dhe jo prodhime, po themu, bioorganike. Shumë shpejt do t'i bëjnë edhe turistët, do t'i bëjnë që, si të thuash, të mos tërhiqen aq shumë sa tërhiqen tashti nga ushqimi. Është më është kurioziteti dhe ne nëse nuk ndryshojmë sjelljen tonë, pra duke ofruar produkte autentike, produkte të besueshme, organike, atëherë nuk kemi gjë në vijim me to dhe shumë shpejt ne do ta humbim këtë interes të madh që vizitorët kanë ndaj Shqipërisë. Ju keni vënë re atje tek ato grafikët që keni botuar që sidomos sa u takon patateve, fasuleve, drithrave, sipërfaqet e mbjella kanë ardhur duke rënë. Nga një anë ne shohim që shumë fermerë, për shembull, dhe kjo është keqardhja e madhe, i hedhin. Për shembull, kultivimi i drithrave. Po, kultivimi i fasulës, patatja, drithrat po ashtu ka ardhur në rënje dhe shohim me keqardhje që disa nga produktet, për shembull qepa, patatja e tjerë, fermerët i hedhin, i derdhin në kanal sepse prodhimi që vjen nga jashtë e konkurrojnë. Ne jemi vend i vogël dhe teknologjia nuk na mundson, si thua, çdo fermë që të prodhojmë me një kosto të ulët, prodhojmë sasi të mëdha me kosto të ulët. Patjetër, dhe kjo mungesa e mbështetjes fermerëve na ka sjellë një situatë jo të pëlqyeshme këtë drejtim, ndërkohë që potencialet i kemi shumë të mëdha. Kur thoni potencialet i kemi shumë të mëdha, çfarë keni? Potencialet, po them, përdorimi me efektivitet i mbështetjes nga Bashkimi Evropian, fondet i parë për shembull, por edhe mundësia që buxheti i shtetit ka me këtë buxhet që gjithmonë përmirësohet vit pas viti, të jetë më afër fermerëve për t'i mbështetur, për të ofruar produkte autentike shqiptare, po them. Kalojmë te konferenca që u zhvillua në Qipro. Çfarë u diskutua aty? Atëherë ky ishte Mund të vazhdoni regjia. Ky ishte kongresi i radhës, si thuaç, i bimëve në rajonin mesdatar dhe kishte përfaqësues nga 30 shtete, rreth 150 pjesëmarrës, të cilët shfaqen punimet e tyre lidhur me bimësinë e egër natyrore që gjenden në territoret e këtyre. Çfarë ishte e rëndësishme? Vende të tilla siç janë Palestina dhe Libani, për shembull, ishin prezente në konferencë dhe u paraqiten me punime të mrekullueshme. Palestina. Ne kemi në imazhin ton kolektiv, Palestina është vendi ku bëhet luftë. Absolutisht. Profesor shumë të famshëm që kishin dhënë leksione apo ishin pedagog në universitetet e Shtetet Bashkuara, kthyer në Palestinë dhe kontribuojnë atij parasisë se vendin luftë, kujdesin ndaj bimëve ja mbajnë këtu regjia, po. Kujdesin ndaj bimëve të egra natyror i jashtëzakonshëm. Dhe kjo ka një logjik shumë të thjeshtë.
bimet e egra natyrore dhe kafshët që ne i përdorim sot, i kemi në shtëpi, janë si thua bashkëjetuese me ne. Kanë shoqëruar njeriu përgjatë gjithë historisë së tij që nga dita e krijimit deri më sot. Në dy aspekte kryesore, së pari për ushqim, pra njeriu është ushqyer edhe me bime edhe me kafshë e egra natyrore. Së dyti edhe duke i përmirësuar kohë pas kohe racat dhe varietetet e tyre, pra një farë seleksionimi apo përmirësimi gjenetik në sheku e 1000 vjeçar, dhe ne kemi këto versione të zbutura të drithrave, të perimeve të ndryshme, të kafshëve, lopa, dele, dhi, kuajt, qenë e tjerë. Pra gjitha këto kanë qenë versione e egër natyrore dhe tashmë ne i kemi. Kështu që konferenca i kushton një vëmendje të madhe kryesisht bimësisë në këtë rast, kongresin për mënyrën se si duhet kemi një qasje më proaktive ndaj kësaj vlerat të madhe natyrore dhe se si ne duhet ta shohim vijim, sepse duke u kujdesur ndaj tyre, specia jonë njeriu ka mundësi të vazhdojë ekzistencën e saj në planet, përndryshe ne kemi vënë në rrezik vetë ekzistencën tonë. Ju jeni ekspertë, siç ju paraqita në fillim, i organizatës për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës në Shqipëri, të ambientit natyror, të peizazhit natyror në Shqipëri. Organizata juaj është njihet si PPNA-ja, është përballur ose është ndeshur ose ka kundërshtuar disa nga politikat qeverisëse për ambientin dhe për natyrën. Ka parasysh këtu luftën që bëni ju për mos ndërtimin e aeroportit të Vlorës, përpjekja që keni bërë ju për të amenduar ligjin, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. Por bashkë ne kemi vënë re këtu, ose ju keni paraqitur shqetësimin që Ministria e Bujqësisë është shkarkuar nga përgjegjësia dhe ta zënë pyet ekspertit i të cilave juve jeni, janë sot, si të thuash, një sipërmarrje ose janë sot një pasuri për të cilën ne nuk e dim se kush kujdeset për to. Çfarë duhet të ndryshojë në qasjen nga gjithë këtyre problematikave që unë ju thash? Lidhur me pyet, duke qenë se pyet dhe kullohet, duke qenë se ato zënë përqindje shumë të madhe të territorit të vendit, pjesën dominuese të territorit të vendit. Mund të vazhdoni regjia. Janë aktualisht në menaxhim të bashkive dhe kjo ka çuar një menaxhim të shumë të fragmentarizuar të kësaj pasurie natyrore. Pra, kemi 61 kadastra pyjore, kemi mungesë stafesh pyje dhe kemi mungesë investimesh në pyje. Dhe kjo e ka sjell pyjet një situatë as pak normale, as pak pëlqyeshme, duke reduktuar jo vetëm sipërfaqen, po dhe volumin. Pak më parë, teksa po hyja në studio, lexova një artikull shumë kritik lidhur me masakrën që u bëhet pyje, pra shfrytëzimi ilegal, tregtimi ilegal. Kuptohet nëse do vëmë këto sipër edhe zjarret, pastaj shohim që e kemi tejkaluar në çdo lloj mënyre përdorimin e qëndrueshëm këtyre burimeve. Duhet ndryshoj qasja e menaxhimit, pra duke qenë se janë aset kombëtar, pyjet ashtu si dhe ujërat, si dhe mineralet, duhet menaxhohen nga institucionet qendrore sepse janë më serioze, bëjnë dhe politikat, kanë mundësi të aplikojnë dhe për fonde, kanë dhe stafe profesionale. Në rastin konkret, do të ishte e udhës që pyjet menaxhohen nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve, për shembull, më shumë se sa të menaxhohen nga bashkitë, cilat s'kan asnjë lloj kapaciteti, as teknik, as financiar, as logjistik. Dhe interes nganjëherë. Edhe interes absolutisht, sepse mjedisit e pyjet janë gjërat e fundit për cilat bashkitë aktualisht merren apo kanë interes të merren me to. Në këto forumet ndërkombëtare ku ju merrni pjesë, si paraqitet në përgjithësi shqetësimi që sjellin vendet pjesëmarrëse aty, si fjala vjen në këtë kongres ndërkombëtar, dhe hetoni ju aty që vendet e tjera përveç nesh, me një fjalë, kanë, ose vendet kufitare me ne, vendet e Ballkanit, kanë një qasje tjetër ndaj natyrës dhe organizata si e juaja, për shembull, kanë akses më të madh në qeverisje? Së pari do të themi që situata që ne kemi burimet natyrore në Shqipëri është pak a shumë rast i veçantë. Pra, është shumë e vështirë ti thuash një ekspertit huaj që ne po ju bëjmë pyetje këtë që ju kemi bërë. Pra, kemi reduktuar volumin për 20 vjet me 30%, kemi 30% më pak pyetje, që kemi për çdo vit zjarre më shumë, që kemi për çdo vit më pak staf profesionale, që kemi për çdo vit pak e më pak fonde. Pra, është e paimagjinueshme
në konceptin dhe idenë e tyre, vetëm kur vinë vetë në Shqipëri e shohin nga afër, pastaj besojnë këtë që ju themi, sepse janë rastet cilat as vendën luftë që unë tregova për Palestinën, Libanin, apo Bosnia dhe Hercegovina në rastin e luftës në Jugosllavi, nuk ka përjetuar shkatërrime dhe keq menaxhime të tilla sa që kemi bërë në pyetjet tona. Kështu që ndihemi me vërtet keq kur i paraqesim këto gjëra, këto situata, por në fundit nëse nuk themi të vërtetat, nëse nuk shfaqim statistikat gjenës reale, ne nuk mund të bëjmë politika të qëndrueshme për sektorit në fjalë, kështu që e vërtetë e dhimbshme, por ne duhet ta themi. Unë uroj që kjo të ndryshojë, i dashuri, kjo qasje e jona, e të gjithëve ne institucioneve përgjithëse të ndryshojë. Të falenderoj shumë që ishe në ADN, i dashuri. Faleminderit juve. Ky ishte emisioni ADN nga unë Ilir Yzeri, mirupafshim të hënë ardhshme.